Po, për atë që mbashkëmi mirë në mu. Ty deri diku të forcon, prapë fundi. Pse mendon që? Mendimi. Rogeri tash ja plasin e komentin apo atje. Ja plasin e komentin. Hera, pa që të pash me kërcy ka shumë sot. Thjesht dashta me shiu. Se mund t'jetë parti i fundit dhe thash, okej, për shiu. Jam, se ke partin e fundit. Po mirë, ndeshta me shiu, kaq. Pse mendon për shkak që ty publiku mund të jashtë? Ha? Pse mendon që ty publiku mund të jashtë? Jo, nuk mendoj që publiku mund të jashtë, po mendoj që është një nominim shumë i fortë. Po dakord, pra, midis teje dhe Mirit, për zem, në qoftë se. Jo, është një nominim shumë i fortë. Se mas pari jena unë dhe Miri kundër Tanit dhe Luizit, që do me thonë është një gjah shumë e fortë. Unë mendoj që në qoftë se kaloj këta, nuk besoj që do kem në një nominim më të fortë. Primarisht, ti me Mirë nuk krahasoni fare me Tanin me Luizin, se Luizi ka marrë Big Brotherin e vet, tu është banor si gjithë tjerë. Nuk ka lidhje, ai prapë se prapë. Ta jap mendimin tim. Ai prapë se prapë është dikush që. Është dikush jashtë, tu mrena. Për aq ditë sa kanë kalu, është i barabartë me gjithë, jo me ato lojtarë që kanë bë hapa. Ndërsa ju jeni lojtarë që keni 50 ditë këtu që ju ka pa publiku. Pyetja ishte nëse ti del me Mirin, për çfarë mendon që do të donte ty publiku jashtë? Çfarë mendon ti? Nuk ngam, qërem. Unë thjesht mendoj që është një nominim i fortë. Edhe thjesht, edhe në qoftë se dal unë jam në rregull, se domethënë është nominimi më i fortë që kisha parashikuar në herë, kupton? Çfarë të vëm mbas pos dole? Ha? Çfarë të vëm mbas pos dole? Po jo, po nuk është se më intereson a dal as dal, por që thjesht është një nominim shumë i fortë për mendimin tim. Po më çfarë të vëm mbas pos dole? Po nuk më intereson ajo pjesë. Po më për qef. S'du me po basta. O, zoti më. E di që sytë tu flasin më shumë se çfarë thotë. Nashta i kesh kupton. Në qoftë se nuk dënon se kjo që them unë, nuk s'disha fare këtë. Nuk ka lidhje kjo gjë. Unë po të them mendimin tim. Okej. Unë po të them që sytë tu flasin më shumë se ç'flet ti. Mund t'i keq kuptosh. Pastaj po mirë mund të jetë budalla, mund të marros mas te, jam budalla, ç'e them unë ty. I keq kuptoj të gjitha, ndoshta ti tallesh me mua, unë jam ky. Talle mos e përdor këtë fjalë se. Më thash jam unë budallaj. Me u tall me një person nuk më përket mua. Kaq. Më përnet thash. Unë thash, mund t'i keq kuptosh sytë e mi, si bjen që tallem unë me ty, po thjesht mund Ti t'i që mund të budall për? Ha? Mund të budall. Jo, budall nuk je, po thjesht mund t'i keq kuptosh, kaq. Po njëri që thot lexoj syt, atë nga versionat mbrapa i vjen me që budall. Jo, se syt gënjejnë, nuk e thojnë gjithmonë të vërtetën. Për mendimin tim po. Ore, unë i shoh gjitha, po nuk është se i them gjitha. Okej. Mendime pozitive dhe negative.